بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hamdi, adhurimi janë për Zotin Xhaleshanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij, ata të cilët e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vllazërit nderuam, është kënaqësi jashtëzakonisht e madhe për mua të bohemi në këtë natë në mesin tuaj, në këtë qytet që me të vërtetë shenjat e fesë janë qarta, të hapura, i shohin ata të cilët jetojnë dhe i shohin ata të cilët e vizitojnë. Në natën e diel me 23 Dhulkade të vitit 1447, me kalendar tonë në 9 maj 2026. Ku i shprehim falënderimet e mia të përzemërta për juve të gjithë, sidomos me organizuesin e këtyre legjëratave që është Hoxha Argen. Ku lutë Allahu xhaleshon të ju shpërblen me të mirat e tij në dynja dhe ahiret. Të nderuar vëllezër që jeni prezant dhe ata që duhet ndëgjojnë me lejen e Zotit këto këshilla në ditët në vijim, jemi të buar për të përsëritur së bashku hadithet të cilat gjenden në librin e Imam Nevovit. Dëshiroj të foli pak për shkencën e hadithit, për arsye që ka nevojë të shtojmë të gjithë informatat se çka është shkenca e hadithit. Hadith quhet ajo gjë e cila adresohet tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, prej fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prej veprave të tina, prej pëlqimeve dhe prej përshkrimeve. Suneti, kjo fjalë në aspektin etimologjik, do të thotë rrugë, metodologji, tradit, qoftë e mirë apo e keqe. Në këtë kontekst është transmetuar fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili thotë: "Men sanna fil islami sunnatan hasana." Ai i cili bën në islam një traditë të mirë, e ka shpërblimin e asaj tradite dhe shpërblimin e atij që ka punuar me atë tradit, me atë sunet. Dhe kush e bën në islam një tradit të keqe, një adet keq, e ka ndëshkimin e asaj vepre të keqe, jo vetëm që e bën ai dhe ndenohet për të, po do ta ketë edhe ndëshkimin, dënimin e asaj tradite që pasojnë të tjerët në të. Do thotë, pe fjalët sunet është rrugë, metodologji, tradit. A ka mundësi me thonë dikush, a ka sunet keq? Përgjigja është jo. Se çdo sunet i cili e atrubohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është sunet, tradit e mirë, që Zoti na ka ngarku me e morë dhe me punu me ta. Ndërsa në terminologji, përkufizimi i këtij temi varet nga metodologjia dhe ekspertiza dietare që përdorin këtë term. Thotë Ibn Mundhiri, në hadith është përsëritur termi sunet. Kuptimet tjera të ngjashme me të, esenca në kuptimin e termit është rrugë, tradit. Ndërsa nëse përdor në kuptimin shariatik, terminologjik, atëherë ka për qëllim atë të cilën e ka urdhëruar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, e ka ndaluar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, e ka nxitur që të bëhet qoftë fjalë apo vepër, për gjëra të cilat nuk i ka përmendur Allahu në librin e tij Kur'an. Për këtë thuhet në argumentet fetare libri dhe suneti, që do të thotë Kur'ani dhe hadithi. Thotë Imam Shatibiu, poshtë fjalës sunet përdoret si antonim i fjalës bidat. Andaj thuhet filani është me sunet nëse vepron në pajtueshmëri me atë që ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thuhet filani është me bidat nëse vepron në të kundërtën e kësaj gjendjes së parë. Poshtë fjala sunet përdoret ndonjëherë dhe ka për qëllim atë që kanë vepruar sahabët.
qoftë kjo në libra apo jo, për faktin se ata në këtë vepër pasojnë ndonjë sunet të vërtetuar tek ata, por që nuk na është transmetuar neve, ose është ijtihadi i tyre, për të cilën janë pajtuar të gjithë sahabët apo vetëm xulefat e drejtë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kapeni për sunetin tim dhe për sunetin e xulefave të drejtë dhe udhëzues. Thot Sheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman al-Sheikh, suneti në esencë është ajo rrugë në të cilën ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë që e ka lënë si traditë, e ka urdhëruar, qoftë për parime fetar apo degëve jo parimore. Madje këtu bën pjesë edhe stili dhe mënyra e ndjejes. Pastaj ky term është veçuar në disa kontekste. Ndërsa pas janë përmbledhur dhe veçuar ndar limit njëra prej tjetrës, atë fjala sunet kishte kuptimin varësisht prej lemis shkencës që e përdorin termin sunet. Tek muhadithinët, fjala sunet do thotë çdo gjë e cila transmetohet nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, qoftë ajo fjalë, vepër, pëlqim apo virtyt. Te dietarët e usul fikit, çdo gjë që e bën i dërguari i Allahut, qoftë fjalë, vepër apo pajtim, dhe që ka mundësi të jetë argument për një dispozit fetare. Te dietarët e fikut, ku thonë sunet, ata i kanë 5 rregulla: farz, haram, sunet, mekruh edhe mubah. Ata thonë për sunetin, ata për të cilën na ka dhuar ligjvendësi në mënyrë jo të prerë. Ajo për veprimin të cilën ka problem dhe për lënien së cilës ka fajsim çortë mirë po jo dënim. Arabisht i bën ma yuthab fa'iluhu wala yuaqab tariku. Shpërblehet kryersi i saj, qortohet, mirë po jo me u dënu lëndësi i saj. Për shembull, suneti i akşamit që falem tani para pak minuta farzën e akşamit, dikush e ka fal prej neve, sunetin e akşamit dikush nuk e ka fal. Pse nuk e ka fal? Nuk e ka fal sunetin e akşamit se thotë është sunet. Se nëse e fali, shpërblehna. Nëse nuk e fali, nuk kam dëshkim. Dallimi jon me muslimanët e parë është i madh, për arsye që ata sunetin e kanë vepruar për arsye që ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe na e kemi marr definicionin e dietarëve të fikut, që nëse e bëjmë atë vepër, shpërblehemi, nëse nuk e bëjmë, nuk ndeshkohemi. Pozita e sunetit islam, suneti me kuptimin që përmend më lart, çdo gjë e cila transmetohet nga i dërguari i Allahut, qoftë ajo fjalë, vepër apo pajtim, është një prej 2 burimeve të legjislacionit islam. Burimi i cili është i shpallur prej Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa burimi tjetër është Kur'ani, që është fjala e Allahut, Zotit e botrave, i zbritur, jo i krijuar. Prej Allahut ka filluar dhe tek Allahut do të kthehet. Për faktin se suneti është shpallje prej Allahut, flasin tekstet e Kuranit. Suneti dhe ixhmaja e të gjithë muslimanëve. Nga Kurani tregon Allahu xhallahu që edhe sunetin, fjalë që i ka folë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kanë burimin tek vahji. Thot Allahu xhallahu në surën Najm ayeti 34, "Ma yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha." Ai nuk flet nga dëshira e tij, ajo që thot nuk është tjetër pos shpalljes. Argumente nga fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që fjalët e tina janë shpallje dhe duhet mirën, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos të mbështetet dikush në kultukun e tij. Ti paraqitet atij ndonjë çështje të cilën e kam urdhëruar apo e kam ndaluar. E të thoj, nuk e di këtë. Çdo gjë që gjendet në Kur'an e pasojmë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kritikon ashpër ata njerëz të cilët thonë, nëse është në Kur'an e morëm besa, nëse kjo fjalë nuk është Kur'an, ne nuk e pasojmë, po pasojmë atë që është në Kur'an. Transmetohet nga Mikdam ibn Ma'ad se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, me të vërtetë më është dhënë Kur'ani dhe diç e ngjashme si ai. Pritet që të ketë njëri i ngopur, i mbështetur në kultukun e tij të thotë, o porosis me këtë Kur'an, çka të gjenin e të halal, llogaritni ashtu, e çka të gjenin e të haram, llogaritni si të tillë. Padyshim, atë që e ka bërë haram pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është sikur ajo që ka bërë haram Allahu. Dhe hadithi i tretë, thotë na falni neve namazin e sabat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e më pas na mbajti një këshill të qartë. Na urdhën zemrat dhe rrodhën lotët. Nga këshilla që ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zemrat e savin rrëqeth dhe lotët i kanë rrjedh. I tha më i dërguar Allahut, sikur kjo është këshilla jote e fundit. Prandaj na porosit. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam tha, ju porosis me takvallak, frikë respekt, ndaj Allahut të jeni të dëgjueshëm dhe të nënshtruar.
edhe po që ju udhëheq në një sklav e t'jo pas. Kushdo jetoj nga ju, do të shoh ndarje të shumta. Prandaj ju porositse që të mbërmbaheni sunetit tim, sunetit të sundimtarëve të drejtë e të udhëzuar, kaponi për sunetin fort me dhëmball. Kujdes nga risit, se çdo risi është bidat, dhe çdo bidat është lehthitje, dhe çdo lehthitje është përfundimi në zjarrin e xhenemit. Do të pika të shkurta. Suneti është ajo e cila ka nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga fjalët e tij, nga veprat e tij që i ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga pëlqimet që dikush e ka bërë një vepër në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka bë. As se ka lexuar Kur'an, as se ka ndëgjuar për fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po e ka vepruar në prezencën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse ka hesht u bë fe. Për arsye se e ka pëlqyer veprën e këtij sahabi. Do të heshtja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pëlqimi i asaj vepre u bë fe. Mirë. Ajo që do të flasim gjatë këtyre ditëve vjen hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga cila libër? Nga libra e Imam Nevaviut. Imam Nevaviu, të nderuar besimtar, ka jetuar në shekullin 7 të fesë islame. Emrin e ka pas Yahya, kunin e ka pas Abu Zakaria, ibn Sharifuddin an-Nawawi ash-Shafi'i. Ka lind në vitin 631 dhe ka vdekur në vitin 676 Hijri. Ishte një nga dietarët më të mëdhenj të Islamit në fushën e hadithit, fikut dhe zuhdit. Lindi në fshatin Nawa, afër Damaskut. Prandaj u quajt an-Nawawi, mbas vendit ku ka lindur. Që në femëri ishte i njohur për devotshmëri, zgjuarsi dhe dashuri ndaj dijes. Në moshë të re shkoi në Damask për të studiuar dhe kalonte shumicën e kohës në mësim, lexim dhe adhurim. Ai ishte prej dietarëve të mëdhej të mëdhëbit Shafi'i dhe shkroi libra shumë të njohura ndërto Riyadus Salihin, Al-Adhkar, Sharh Sahih Muslim dhe Arba'un an-Nawawiyya, librën të cilën e lutim Zotin xhallahu ta mësojmë së bashku. Imam Nevaviu ishte i njohur për jetën e thjeshtë, frikën ndaj Allahut dhe largimi nga luksi. Thuhet se ai rrallë flinte dhe shumicën e natës e kalonte në dije dhe ibadet. Vdiq në vitin 676 Hijri në velindjen e tij Nawa në moshën rreth 45 vjeçare. Megjithse jetoi pak, Allah i dha bereqet të madh në dijen dhe librat e tij, të cilët vazhdojnë të lexohen në gjithë botën islame deri sot. Sipas dietarëve të fesë, për librat që kemi prezant në mesin tonë, Imam Nevaviu, nëse përkthehen në tema të doktoraturës, gjatë jetës tina, ka shkruar me dhjetra tema doktoraturës që sot studentat kanë doktoru anë kanë botës duke u bazu në librat e tina. Vllazni, nëse e këshyrim jetën tonë me jetën e tina, ka vdek moshën 45 vjeçare, ka vdekur rreth 800 vite parafrasisht 750 vite para kësaj nate. Emri i tij përmendet, librat e tij mësohen, librat e tij janë të përkthyme në çdo gjuhë të botës. Tregon se ky njeri ka pas besim, ka pas devotshmëri, ka pas sinqeritet me Zotin xhaleshanu. Po kthejmë aty ku nisëm, te lutja, që Allahu xhaleshanu pranon lutjen. Edhe Allahu xhaleshanu e pranon veprën nëse vepra është ndërtuar, ashtu që do të mësojmë së bashku në sinqeritetin e Zotit xhaleshanu, pasimin e traditës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka vdekë Imam Nevaviu dhe thot për librin e tij, ndër temat që kanë shkruar dietarët në fushën e hadithit të profetit, është edhe libri 40 hadithe. Në të vërtetë libri është një përmbledhje ku Imam Nevaviu i përmend 40 hadithet. E kjo që i ka përmbledh Imam Nevaviu është bazuar në një hadith që është transmetuar për vlerën e të mësuarit përmendësh të 40 haditheve nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në parathënë e librit të tij thot:
përmend se 9 prej shokët Muhamedit sallallahu alajhi wasallam e përcjellin atë hadith që ka porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me mësu 4 hadithe. Pasi i radhit emrat e tyre, thot: dietarët e hadithit janë të një mendimi se është hadith i dopt, edhe pse rrugët e tij të transmetimit janë të shumta. Mirë po, Imam Nevaviu nuk është bazu këto transmetime të sahabëve. Mirë po, është bazu në fjalët e sakta të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që kanë nxit për shkencën e hadithit ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: ai që është prezant, le t'ja përcjell fjalët e mia atij që mungon. Apo fjala e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që ka thonë: Allahu i ndriçon fytyrën atij njeriu që dëgjon një prej thënieve të mia dhe e kupton atë. Me pasaj përmend 13 prej dietarëve që kanë shkruar 40 hadithe, Imam Nevaviu. Nga të parë ishte Abdullah ibn Mubaraki dhe i fundi ishte Ebu Bekr el-Bejhaqi. Të gjithë këta dietarë të kohës të mëhershme dhe kohës së sotme mundohen me të bu hadithe të ndryshme dhe i vendosen në librat e tyre rreth 40 haditheve. Pas përmendjes së tyre thot Imam Nevaviu: e shumë të tjerë të cilët nuk mund të numërohen prej të parë dhe të gjithëve që erdhën pas. Disa dietarë kanë mbledhur 40 hadithe që flasin për bazat e fesë e disa të tjerë për çështjet të dorës së dytë. Disa kanë mbledhur rreth xhihadit, zuhdit, moralit, e disa rreth hutbeve, por që të gjitha përmbajnë qëllime shumë të mira. Allahu qoftë i kënaqur me ata që kanë pasur këto qëllime. Thot Imam Nevaviu, ndërsa unë mendova të mbledh 40 hadithet më të rëndësishme nga të gjitha çështjet që u përmenden, sepse ato janë 40 hadithe që i përmbledhin të gjitha çështjet e mësipërme. Çdo hadith përmban një rregull të kësaj të madh, të kësaj feje. E disa dietarë e kanë vlerësuar se Islami sillet rreth këtyre haditheve, apo sa janë gjysma apo 1/3 e Islamit. U kujdesa thot Imam Nevaviu që këto hadithe të ishin të sakta. Dhe numri më i madh i këtyre hadithe që gjenden në këtë libër i komor nga Sahih Buhariu dhe Sahih Muslimit. Ato i kanë përmendur pas sinxhire, si ka përmend sinxhirin e transmetuesve, e ka shkurtuar për me pas ma lehtë lexuesi dhe ndëgjuesi me mësu. Kur të që kërkon ahiretin, thot duhet të mësoj këto hadithe dhe çështjet e domosdoshme. Po ashtu edhe disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me adhurimet që janë të dukshme, por cilin do që mediton rreth tyre. Hadithet që mbledh Imam Nevaviu janë 42 hadithe. Para e quajti 40 për të përmendur numrin më të madh dhe në formë përmbledhëse. Ky libër, bashkë me Riyadus Salihin, që është autor Imam Nevaviu, ka hasur një pranim të jashtëzakonisht të madh tek njerëzit, dhe këto hadithe patën një popularitet të madh dhe njerëzit tregonin kujdes më të madh për to. Mund të them se libri i parë që të vjen në përmend e që i udhëzon fillestar në kërkimin e hadithit janë këto 40 hadithet e Imam Nevaviut. Çdo njeri kur pyetet një hoxh se nga të filloj me mësimin e haditheve, të gjithë i orientojnë nxënësat e tyre që filloni me librin e Arba'in Nawawiyya. Pastaj kjo është bërshët i madh. Për to, për arsye që ai ka vdek dhe veprat e tij u kanë ndërprer. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thotë idha mata ibn Adam in qata amalu ila min thalath, kur des biri i Ademit i ndërpritën veprat me përshtim 3 rasteve. Dhe një prej 3 raste ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ilmun yuntafa bihi, dituri që ka dobi prej saj. E për atë, me të vërtet, ky njeri i shkojnë shpërblimet edhe nga ky mezhlis, i shkojnë shpërblimet edhe në mezhlise tjera që ndoshta gjatë ditës dhe natës në 10 vende të botës lexohet, shpjegohet, komentohet libra e tij. Fillojmë me hadithin e parë që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Thot Imam Nevaviu, prisi besimtarve Ebu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu transmeton se ka dëgjuar të dërguar në Allah të këtë thënë. Vllazni, pse është quajt Umar radhiyallahu anhu me pseudonimin Ebu Hafs? Kush ka qenë Hafsa? Gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne që kemi fëmijë, mundet njeriu me pas pseudonimin apo kunjen e fëmijës dytë apo tretë. Edhe me to njihet. Me to njihet edhe njohin njerëzit. Omer radiallahu anhu e transmeton se ka dëgjuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të këtë thënë: innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen sipas qëllimeve.
Dhe çdo njeri I takon ajo që ai ka patur për qëllim. Ndaj, kush bën hijret, shpërngulet për hir të Allahut dhe për të dërguarin e tij, atëherë edhe shpërblimin do ta ketë tek Zoti dhe I dërguari I tij. Ndërsa ai që shpërngulet për të fituar ndonjë të mirë tek kësaj bote apo të martohet me ndonjë grua, ai do të marr atë shpërblim që ka patur për qëllim. Hadithin e transmeton Ebu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, I cili ka lindur në vitin 1194 dhe ka vdekur në vitin 256, që ka jetuar 62 vite. Dhe Ebul Hussein Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi, I cili ka lindur në vitin 206 dhe ka vdekur në vitin 261, që ka jetuar 56 vite. Do thotë këta dy njerëz, nëse I këshyrim me llogaritjet tona, nuk kanë pas një jetë të gjatë. E kanë pas njëri 62 vjet, njëri 55 vjet. 62, 55. Kanë vdek para 1200 viteve, disa shekuj para Imam Nevaviut, dhe shpërblimet I shkojnë për arsye që kanë lënë pas vetit dituri dobishme. Që ajo dituri e tyre është komentu, është përkthy në shumicën e gjuhëve të botës, ku ka desh Zoti, edhe Buhariu, edhe Muslimi janë përkthy edhe në gjuhën tonë dhe gjenden tek ata që të kanë pas mundësi me I blej kopin e Imam Buhariu dhe kopin e Imam Muslimit. Ky hadith është për haditheve që ka vetëm një sinxhir, vetëm një transmetues sinxhirin e hadithit. Këtë hadith për sahabe nuk e ka transmetu askush tjetër vetëm se Omer radiallahu anhu. Për Omerit e ka marrë Alqama bin Waqqas al-Laythi. Për Alqamas e ka marrë Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Dërsa në transmetimin për tij është veçuar Yahya ibn Said al-Ansari dhe më pas u shtuan transmetuesit që e përsollën për tij. Ky hadith është prej haditheve garibe, është hadithe që ka një transmetues të vetëm gjatë gjithë sinxhirit të transmetimit. Në Sahihun e Buhariut, Buhariu e ka bërë hyrjen e librit të me çit hadith. Kur e ka shkruar Sahihun e Buhariut, ky është hadithi I parë që ka vendosur. Për kujtim për veten, për kujtim për lexuesin, për kujtim për dëgjuesin se veprat shpërblehen sipas qëllimit. Dhe ka përfunduar librin e tij me një hadith garib, dy fjalë janë shumë të dasha tek mëshiruesi, të dasha, habibatan, kalimatani khafifatani al-lisan, habibatan ar-Rahman, thaqilatani fil mizan. Khafifatani al-lisan, të lehta për gjuhë. Habibatan lir-Rahman, të dasha të Zotit, thaqilatani fil mizan, me peshë të rëndë në peshore, cilat janë ato? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. E ka përfunduar librin e tij. Edhe ka thënë Imam Nevaviu se shumë dietar, të cilët kanë qenë para tina, për ty Abdul Ghani al-Maqdisi, në Umdut al-Ahkam, Begaviu në dy librat e tij Masabi us-Sunna dhe Sharh us-Sunna e ka nisur me këtë hadith, Suyuti në librin e Jami as-Saghir apo këtë hadith, ndërsa Nevaviu në hyrjen e këtij libri e ka cekë dhe në librin tjetër al-Majmu' Sharh al-Muhadhab e ka cekë me të njëjtin hadith. Në këtë temë, ai përmendet 3 ajete nga Kurani famlar dhe bashkangjitje hadithin veprat vlerësohen sipas qëllimit. Pas poi, ky është një hadith për saksinë të cilit është rënë dakord. Të gjithë janë të një mendimi për madhështinë dhe vendin e lartë që zë ky hadith. E them me këtë sepse është njëri prej bazave të besimit, shtylla e parë dhe më e kërkuara. Imam Shafiu duke folur me këtë hadith ka thënë, ky hadith përfshihet në 70 kapituj të fikut. Në një tjetër ka thënë, ai zë vendin e 1/3 së dijes. E fjalët të ngjashme kanë shprehën edhe një dietar të tjerë përpos tij. Ai është një prej haditheve rreth të cilit sillet feja islame. Dietarët kanë në polemik për numrin e këtyre haditheve që janë gjithë përmbledhse. Disa kanë thënë që janë 3, disa kanë thënë që janë 4, disa kanë thënë që janë 2. Thot Imam Nevavi, unë I kam mbledhur që të gjitha në libra të veçantë, 40 hadithe. Çdo musliman duhet patjetër që të njohë këto hadithe, sepse të gjitha janë të sakta,
esenca të gjitha rregullave islame, duke nisur nga çështjet bazë, degëzimet, asketizmit, mirësjelljen, moralin e lartë të tjerë. Unë bëra hyrjen e librit tim me këtë hadith duke marrë si shembull imamët dhe dietarët tanë më të hershëm, radhiyallahu anhum, Zoti i kënaqur me ta. Me këtë hadith e filloi imami i Ahlus Sunnit Abu Abdullah al-Bukhari sejun e tij, e disa të tjerë që përcollen nga të parë pëlqenin që librat e tyre të fillonin me këtë hadith. Transmetohet se Imam Ebu Said Abdurrahman ibn Mahdi ka thënë, nëse do të shkruaja një libër, çdo temë të tij do ta filloja duke përmendur këtë hadith. Gjithashtu transmetohet se ai ka thënë, kush dëshiron të shkruajë një libër, le ta nisë me këtë hadith. Dërsa Imam Ebu Sulejman Hamad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Hattab al-Hattabi, një nga dietarët Shafi në librin e tij Al-Ma'alim, shprehet duke thënë, mësuesve tanë më të hershëm u pëlqente që të japin përparësi hadithit veprat vlerësohen sipas qëllimeve. Para fillimit të çdo gjëje që ka të bëjë me çështjet e fesë, duke nisur dobia apo gjithmonë për të në të gjitha aspektet e fesë. Ibn Xhebi në librin e tij Jamul Ulum al-Hikam thotë, dietarët janë të një mendimi rreth saktësisë dhe pranimit të këtij hadithi. Imam Buhariu me këtë hadith bëri hapin e librit e tij dhe vendosi si parathënë për të treguar se çdo punë me të cilën nuk synohet arritja kënaqësisë së Allahut, ajo punë është e dështuar dhe nuk vlen as për të në këtë botë as në botën tjetër. Ibn Xhebi ka thënë, ky është njëri nga hadithet rreth të cilët sillet e gjithë feja. Transmetohet gjithashtu se Imam Shafiu ka thënë, ky hadith është një tretë hadith dhe përfshihet në të 70 kapituj të fikut. Ndërsa Imam Ahmedi ka thënë, bazat e Islamit janë të ndërtuar mbi 3 hadithe. Hadithi i Omerit, veprat vlerësohen sipas qëllimeve, hadithi i Aishës radhiyallahu anha, kushton në fen ton diçka që nuk është pesaj, ajo është e refuzuar, dhe hadithi i Numan ibn Bashir, el halalu bayyin wal haramu bayyin, halali është i qartë dhe harami është i qartë. Ibn Xhebi duke komentuar fjalën e Muhamedit thotë, e gjithë feja kthehet në praktikimin e urdhërave, braktisjen e të ndaluarve dhe distancimin nga të dyshimtat. Çështjet e cilat i ka përfshirë hadithi i Numan ibn Bashirit, por e gjitha kjo realizohet vetëm duke pasur parasysh 2 gjëra. E para, kur puna në pamje të jashtme duket në përputhje me sunetin, gjatë të cilën e përfshiu hadithi i Aishës që thotë, kushton në fen ton diçka që nuk është prej saj, ajo është e refuzuar. E dyta, kur puna në thelb bëhet për të kërkuar kënaqësinë e Allahut të madhruar, ashtu sikur se u sqaruar në hadithin e Omerit, veprat vlerësohen sipas qëllimeve. Pas kësaj Ibn Xhebi transmetoi fjalët e disa prej dietarëve që flasin për hadithet rreth të cilave sillet Islami dhe se prej tyre ka pasur nga ata që kanë thënë, ato janë 2 hadithe, e të tjerë kanë thënë janë 4 hadithe, ka pasur të tjerë që kanë pretenduar që janë 5 hadithe, që ai tregoi duke shtuar 3 hadithet e mësirshme janë. Vërtet çdo njeri nga ju formohet në mitën e nesë së tij. Hadithet gjithë përfshise. Gjithashtu hadithi për Islamit të mirë të një njerëz është i lërë gjërat që nuk i interesojnë. Ky hadith më të vërtet, nëse njerëzit e praktikojnë jetën e tyre, kanë mushliru. Min husnil islam al-mar'i tarkuhu ma la yani. Për Islamit të mirë të një njerëz është i lërë gjërat që nuk i interesojnë, nuk kanë bojnë me to. Vllazim, pse do koprish njerëzit, pse do koprish familjet, vetëm t'ju përzin punë që s'kan bojnë me neve. Duke i bë pyetje të cilat s'kan bën me neve. Duke i shqetësu probleme që nuk kanë dëshirë në rrugë nëse na shojnë larguar nga ne. Më të vërtetë ky hadith sot ka nevojë çdo njeri ta përkujton veten si të ngritet me xhes. O vëllai, foli vetes, thuj. E ke fal namazin sabahit me xhamat, elhamdulillah. Mirë me ato punë që takojnë ty. Lej ato punë cilat nuk kanë bojnë me ty. Vallahi ki mushliru. Ki me fillu më mërë me vetën tonë. Nëse ti nalesh, se shka boni aj, shka ko me boj, që shboni ky, që shboni ajo, që shboni kënej, që shboni anejna, s'ki ko më mërë me vetën tonë. E pra djetarët e kanë shtikit hadith prej hadithëve gjithë përmblerse, që feja sillet rreth tyre. Hadithi tjetër është, Allah është i mirë dhe nuk e pranon vetëm se të mirë. Nga jo, derisa ta doj për vllahun e tij atë që e do për vete. Hadith gjithë përmbledhës, nuk lejohet të dëmtosh veten apo të tjerët. Hadithi tjetër, kur t'ju udhëroj për diçka thot pejgamberi sa praktikoni sa të keni mundësi. Hadithi tjetër, mos i kushton si kënaqësive të kësaj bote që të doj Allah. Gjithashtu mos i kushton si asaj që njerëzit posedojnë me qëllim që të duan njerëzit. Dhe hadithi e dinu nasiha, feja është këshill. Për fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, veprat vlerësohen sipas qëllimeve, thuhet se trajta e shuar e fjalës veprat ka për qëllim vetëm veprat që të afrojnë tek Allahu. Vetëm veprat që të afrojnë tek Allahu, por disa të tjerë kanë thënë se kjo fjalë është përmbledhëse për çdo punë. Kështu që për çdo vepër që të afron tek Allahu, praktikuesi i saj shpërblet dhe çdo vepër tjetër
që përfshihet tek nevojat e përditshme si të ngrënët, të pirët, të fjetërit, njeriu mund të shpërblehet nëse ka për qëllim që të forcohet për kryerjen e adhurimeve. Niyeti në gjuhën arabe do të thotë qëllim. Niyeti përdoret për të bërë dallimin e adhurimeve mes njëra tjetrës, siç është dallimi i farzave nga njëri dhe tjetri, si dallimi i farzit dhe dallimi i sunetit. Niyeti gjithashtu vlen për të bërë dallimin ndërmjet adhurimeve dhe nevojave, siç është rasti i marrjes së gustit nga xhunullëki apo marrjes së gustit që bëhet për freskrim apo pastrim. Nëse një njeri hen e lahet dhe nuk e ka niyet që as me marr abdes, as me e largu xhunullëkun, ai nuk ka problem në të. Për arsye që ka bën më fresku. Nëse një njeri ka marr abdes me niyet që me fal apo ka marr gusl me niyet që me pastru pa pastërtinë e tina, gusti është i pastërt. Do thotë niyeti i dallon veprat tona. Për shembull, kur kemi fal namazin e akşamit, niyetin e kemi bë në zemër që do falim namazin e akşamit farz. Pasi kemi fal namazin e akşamit farz, e kemi bë dhikën e akşamit, e kemi bë niyetin me zemër që me fal namazin sunet. Nëse dikush ka pas fuqi dhe ka dëshiruar me vazhdu me fal namazet tjera, që është pejkohet lejuar me fal namaz nafile nga akşami deri yatsi, niyeti e ka rregullu dhe e ka definu qëllimin për cilën jemi ngrit më fal. Cili është qëllimi? Me fal namaz nafile për Zotin xhaleshanu ve xhelalu. Për sa i përket fjalës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai do të marr atë që ka pasur për qëllim. Ibn Rajepi thotë: me këtë ai na tregon se njeriu përfiton nga puna e tij vetëm atë që ka pasur për qëllim. Nëse ka pasur për qëllim të mirën, atëherë do të fitojë çdo të mirë. Por nëse ka pasur për qëllim të keqen, atëherë do fitojë çdo të keqe. Kjo fjali nuk është përsëritje e mirëfillt e fjalisë së parë, sepse fjalia e parë pohon se saktësia apo pasaktësia një pune varet nga niyeti që shoqëron atë. Ndërsa fjalia e dytë pohon se shpërblimi i një punëtori për punën e tij të mirë varet tek niyeti i mirë dhe se ndëshkimi për punën e tij varet nga niyeti i tij i keq. Ndodh që niyeti dhe puna e tij të jenë të pëlqyeshme, por njeriu nuk merr shpërblime as ndëshkime. Kështu që saktësia, pasaktësia apo lejushmëria e punës në thelb varet nga niyeti i cili e shtyn njeriu ta bëj atë punë të pranishme. Ndërsa shpërblimi, ndëshkimi dhe shpëtimi i një njeriu varet përsëri nga niyeti, me të cilën ai e kthen punën në punë të mirë, të keq apo thjesht të lejuar. Lidhur me fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prandaj kush shpërgunet bën hixhet për hir të Allahut dhe për të dërguarin e tij, atëherë edhe shpërblimin do ta ketë tek Zoti dhe i dërguari i tij, ndërsa ai që shpërngulet për të fituar ndonjë të mirë tek kësaj bote, apo të martohet me ndonjë grup, ai do të marr atë që ka patur për qëllim. Hixheti vllazni vjen nga fjala hexher, që do thotë braktisje. Hixheti nënkupton braktisjen e vendeve ku zotron frika dhe të shkuarit drejt vendeve ku zotron siguria. Ashtu siç ndodhi me muslimanët, të cilët u shpërngulen nga Mekka për në Abisini. Do thotë, për vende ku kanë pas frikë, të shkuar drejt vendeve ku zotron siguria. Hixhet quhet edhe shpërngulja nga vendet e kufrit drejt vendeve islame, siç është shpërngulja prej Mekës drejt Medinës. Po dallon shpërngulja në Afrikë, po dallon shpërngulja në Medinë. Shpërngulja e parë që kanë bërë muslimanët prej Mekës, që kisha këshilluar me lexuar historinë e profetit, që kanë shkuar në Abisini. A ka qenë Abisinia shtet islam? Nuk ka qenë. Mi po ka qenë një qytet, një shtet që ka pas siguri. Ata janë largu nga torturimet, masakrimet, mundimet që e kanë bërë muslimanëve dhe nuk kanë pas vend sigurt mbi sipërfaqen e tokës me jetu me besimin e tyre përveç me kalu detin e Kuq, me kalu kontinentin e Azisë me dalë në kontinentin e Afrikës. Kjo ka qenë shpërngulja e parë, shkurja drejt vendeve ku siguron siguria e tyre. Dhe ikja nga vendi ku ka qenë frika maksimal dhe dënimi maksimal. Hixheti i dytë, emigrimi nga vendi i kufrit në vendin islamit. Dikush që ndëgjon dhe nuk e ka lexuar historinë qysh, Mekka vendi i kufrit dhe Medina vendi i islamit. Në atë kohë ka qenë kështu. Për arsye që 13 vjet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ju kanë përgjigj vetëm si një pakicë prej muslimanëve.
Edhe ata të cilët kanë përgjigj thirrjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë jo nga ata paria, fisnikët e Mekës, njerëz të pozites, njerëz e marrjes vendimeve, mirë po shumica kanë qenë nga të dobtit, nga robërit, nga të vobekët. Përveç Ebu Bekrit, Omerit, Hamzës, Aliut, e disa sahabi tjerë që kanë qenë fisnik dhe kanë qenë prej familjeve dhe fisëve të zgjedhura të Mekës. Shpërngulja drejt Mekës ka përfunduar që në kohën kur është lirua Meka. Ndërsa shpërngulja prej vendet të kufrit drejt vendeve islame është shpërngulje që do të mbetet deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në fjalën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, prandaj kush shpërngulet bën hijaz për hir të Allahut dhe për të dërguarin e tij, atëherë edhe shpërblimin do ta ketë tek Zoti dhe i dërguari i tij. U bashkua kushti me shpërblimin, edhe pse në origjinë ato duhet të ndryshojnë. Kjo do të thotë, kushdo që shpërngulet për tek Allahu dhe i dërguari i tij me niyet, atë shpërngulja e tij për tek Allahu dhe i dërguari i tij do të ketë shpërblime. Për arsye që niyetin e ka bë për Allahun xhaleshanu o xhelalu. Ibn Rajebi thot, në kohën kur profeti përmendi se punët vlerësohen sipas nijeteve dhe se njeriu që punon do të ketë për pjesë nga puna e tij niyetin e mirë apo të keq që ka pasur. Vllazni, për më pranu vepra, e keni lexuar, dëgjuar, mësuar, innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen sipas qëllimit. Mirë, për më shpërbly dhe më pranu vepra jonë. A dini sa kushte kërkohen që më pranu veprat e Zotit që dëshon në ajo? Sakta. E para, që të bëhet sinqerisht për Zotin Xhelashanahu. Mirë. Argument nga Kurani nuk o cek. Mirë po, argument nga hadithi o cek pak ma herët. Hadithi Aishës radhiyallahu anha, men ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Kush shpik në fen ton është refuzuar. Për arsye që e ka sjell një adhurim që nuk ka urdhëruar Zoti, nuk ka urdhëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ajeti që fol për sinqeritetin është në surën Bejne, thot Allahu xhallahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Nuk kanë urdhëruar me diç tjetër vetëm që ta adhurojnë Allahun sinqerisht. Nuk është lehtë me pastru niyetin, me duku niyetin, me zbut niyetin. Edhe nuk është lehtë me pasu traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me një vend që shohim risi në xhami, në rrugë, në shtëpiat besimtarëve. Na kem dëshirë që vepra jonë mu pranu. E ce kem fillim që Allah e pranon doon nëse i plotësojmë 3 kushtet që në ushqimi, pija dhe veshja. Mirë. Veprat, a kem dëshirë mu pranu? Kem dëshirë. E për mu pranu vepra, innamal a'malu binniyat, vepra shpërblen sipas qëllimit. Qëllimi do të më konë për Zotin, a mjafton më konë qëllimi për Zotin mu pranu vepra? Jo. Jo, pas sinqeritet. Pa pasimin, sinqeriteti është e parë. Pa pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk pranohet vepra. Pa pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk pranohet. Kjo është pikë që diskutohet në Kosovë që 25 vite. Kur disa djemë të rinj që kanë dëshirë me ndihmu veten dhe fen, rruga, metodologjia të cilën ata e ndjekin me ndihmu fen është kundër sunetit. Im ka folin për hijretin. Që po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë hadith me bo hijret për Allahun dhe dërguarin e tina. Mirë, çush jetoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për 13 vite në Mekë në rrethona jashtëzakonisht të vështira. Çfarë metoda përdori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mi bind popullin e Mekës mu kthyn rrugën e Zotit? Mi bind. A përdori metodë
që mund flitet, shkruhet, që ka qenë metodë gabume. Jo. Durim, lutje, thirrje, sakrificë, gjak, uri, poshtrim, vrasje. Nuk boni një veprim gabum. Sa ditë? 13 vite. Nëse ne, në rastet caktume, sulmohemi, apo ngushtohemi, apo mërzitemi, jemi në gjendje mi bo 100 punë që as nuk i dënë Allahu, as nuk janë sipas traditës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për atë mundohemi ta rregullojmë jetën. Derisa po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen sipas niyetit. Niyeti për Allahun, pasimi sunetit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Këto janë dy fjali dhe dy rregulla përmbledhëse, jashtë të cilat nuk mund të dalë asgjë. Pas kësaj ai përmendin një shembull për shembull të punës që kanë një paraqitje apo por që saktësia apo pasaktësia aty ndryshon sipas nieteve. E kështu ai duket sikur thotë, të gjitha veprat e tjera i bazohen këtij shembulli. Në një vend tjetër Ibn Xhepi thotë, profeti lajmëroi se ky gjë ndryshon me ndryshimin e nieteve. Prandaj kush shpërngulet drejt vendeve islame për shkak të dashurisë së Allahut dhe të dërguarit të tij, me dëshirën që të mësoj fenë islame dhe për ta shfaqur atë lirshëm në një kohë kur nuk mundej të shfaqte në vendet e kufrit, ky është muhaxhiri i vërtet tek Allahu dhe i dërguari i tij. Ati mjafton si nder dhe kenari realizimi i qëllimit që kishte në jetën e tij, i cili është problemi që do gjej tek Allahu dhe tek i dërguari i tij. Duke u nisur nga ky kuptim, ai u mjaftua me përmendjen e këtij kushti, duke mos e përsëritur me të fjalë, sepse arritja e synimit me anë të jetë është qëllimi final, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Ndërsa ai që shpërngulet nga vendet e shirkut drejt vendeve islame për të kërkuar kënaqësitë e kësaj bote, jeton në vendet jo islame. Vjen vendet islame për të kërkuar kënaqësitë e kësaj bote, apo për të martuar me ndonjë grua në vendet islame, atë shpërngulja e tij është për atë qëllim që është shpërngulur. Ç'është ndodh sot, marr djem që kanë pranuar fenë islame nga Evropa, kanë shok vendit tonë, edhe shpërngulet në Kosovë mu martu me një vajzë, apo shpërngulet në Arabi mu martu me një vajzë, apo shpërngulet në Turqi mu martu me një vajzë muslimane. Njeti i shpërnguljes tina nuk është që ka kalon nga vendi i kufrit në vendin islam. Nga vendi i kufrit në vendin islam. Për me pështu me imanin tina. Mi po njeti i udhëtimit tina, i udhëtimit tina është shpërngulja për martesë. Apo shpërngulja thotë kom një biznes, apo jam punu me mu. E lën Gjermaninë, e lën Zvicrën, e lën Francën, edhe shkon në shtetin islam me punu. Mirë. Ç'është është njeti tash i vendeve, i djemve, edhe i vajzave tona, të cilët shpërngulen nga vendi islam që është Kosova, në vendin e kufrit për martesë. Do thotë nëse muslimani nuk po shpërblejka, nëse shpërngulet nga vendi i kufrit në vendin e islamit, po qëllimi tina nuk është me bo hijret për Allah. Pastaj, me njek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mi po shpërngulet për gru apo për punë, për të mira kësaj bote, atë ç'është qëllimi i rinison, të cilët janë shpërngulur nga vendet e islamit në vendet e kufrit për martesë. Pra është i rëndësishëm njeti, qëllimi. Edhe është e rëndësishme tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos më largu shumë prej temës. Ka tregu se zjarri i xhehenemit ka më fillu me 3 lloj njerëz. Çta 3 lloj njerëz? A kanë qenë musliman, sytë musliman, a kanë qenë jo musliman? Musliman kanë qenë musliman. Pse po fillon zjarri me ta para faraonit dhe pasuzve ti? Para Abu Xehlit dhe pasuz tina. Para sy që njeti nuk ka qenë.
njeti me disa hadithe, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kam frikë nga shirki në mesin e juve më shumë se frika e Dejjalit kur t'ju shfaqet juve. I thënë sahabët, nga çka? Nga syefaqësia. Edhe ka thonë, a dëshironi një ju kallëzu një lutje që e largon syefaqësinë të shumtën dhe të paktën. Që ta thuni 3 herë me mëngjes kur ngritin nga gjumi. Që lo Zotin ta mësoni edhe në gjuhë arabe dhe në gjuhë shqipe. Qëllimisht po du me kallëzuar së arabisht tash që me kërku mos i dini këto. Pse? Se i drejtohesh Allahut sinqerisht. E ruan jetën tënde. E ruan jetën tënde. Kur del me fal namazin e sabahit, nuk del me thon erdh sabah, edhe kur të mungon, nuk mungon me thon mungoj. Nuk do të më të bëj përshtypje. A than vllaznia erdh apo nuk than? Çfarë ti të preokupohesh ti? Që nëse nuk shkoj namaz, çka do të thojnë? Nesër të kimë shku me thonë, më panë. Ka mundësi dikur me thonë, del, vish mu po. Ka dal. Nuk prishit për një ditë. Edhe sahabia që ka luftu atë gjatë. Edhe e kanë pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i thojnë, kjo është luftëtar i madh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shkak të niyetit që ja ka kallëzuar Zoti që shkon pranë, ne ka thonë është zjarr xhenemit. E pra të mundohem ti kuptojmë fjalët e profetit, ti praktikojmë jetën e përditshme. Veprat shpërblehen sipas niyetit. E dyta, kush bën hijret për Allahun ka shpërblim. E treta, ka hijrete që u cekën në pika të shkurtra që janë qëllimi thot pejgamberi për dynjë. Dhe shumica e hijreteve sot që janë duke bë, janë hijrete për dynjë. Një pakicë e madhe e njerëzimit bën hijrete për Allah. Qof sa vllazni kanë bë hijret, pasi e kanë kuptu që nuk lejohet me jetu në vendet e kufrit, më këthy në Kosovë, nuk bëhen disa qindra familje. Mi po sa familje muslimane janë në vendet e kufrit, e kanë arrit mbi 1 milion familje që janë praktikues ndoshta nga populli ynë. Mos flasim për popull arab, se ka për tyre me miliona. Mirë, çush do të jetë puna e tyre në qoftë se i godit vdekja në vendet e kufrit? Çfarë përgjigje do t'i thojnë Allah në ditë gjykimit? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë unë jam larg tyve në ditë gjykimit. Për çdo person i cili vdek në mesin e mushrikëve. Vllazni për fund, disa dobi që përfitojmë nga ky hadith, nuk ka punë pa niyet. Punët merren në konsiderat sipas niyeteve. Shpërblimi i njeriu për punën e tij varet nga niyeti i tij. Dietari duhet të jap shembull për arsye sqarimi. Vlera e hijretit është vepër të cilën e ka praktikuar profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Do të hijretin e ka praktikuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nga Mekja në Medinë. Në Sahih në Muslimit me numrin 192 transmetohet nga Ibn Abbas se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "A nuk e di ti se Islami i fshin mëkatet e mëpashme, hijreti shkatron mëkatet e mëpashme dhe se haxhi i fshin ato." Në 6 njeriu shpërblehet, dënohet dhe privohet nga ndonjë e mirë për shkak të niyetit të tij. Veprat mund të ndryshojnë në varësi të niyeteve, për të cilat ato kryen. Një vepër mund të jetë e lejuar në origjinë, por mund të kthehet në adhurim nëse njeriu e bën me niyet të mirë. Si, të ngrënet apo të piret nëse ai ka për qëllim që të forcohet në kryen e adhurimeve. Një punë për një njeri mund të ketë shpërblim, ndërsa për një tjetër mund të ketë privim nga një e mirë për shkak të niyeteve të tyre. Elusim Zotin xhaleshanu xhel xhelaluhu që të na përmirëson jetët tona. Të jetojmë në Islam dhe të vdesim në Islam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Zoti është përmbledh gjithëve. Elusim Allahun xhaleshanu xhel xhelaluhu që të na bëj për atyre të cilët ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku Allahu ja don të mirën i jep me kuptu fen e tina. Zoti na bëj për atyre të cilët e kuptojnë fen e tina.